Të dashur shikues, i ndoqëm pra bashkë dhe materialet që nga ora 7 e mëngjesit, ndërka që tani si që kam paralajmëruar, do të flasim pak në lidhje me benefitet e jogas për personat mbi moshën 65 vjeçare, andaj këtu në studio kam Rondinellën. Rondinella, mirë mëngjesi, kënaqësi të kemë në studio. Mirë mëngjesi, Fatjona, vjen mirë edhe mu, kënaqësi gjithmonë të jem këto. Do të flasim pra pak si që përmenda në lidhje me benefitat e jogës që i ka për moshën mbi 65 vjeçare, se cilat janë mbase ato jogat që duhet me i praktiku edhe gjanat të tjera që kanë të bëjnë me këtë çështje. Tash po i nisim me një pyetje se a munden me praktiku jogën të moshuarit edhe nëse nuk e kanë praktikuar më herët për gjithë ata që nuk e dinë. Po, absolutisht. Joga nuk është vetëm për të rinjtë edhe për ata që janë fleksibil, është për të gjithë pavarësisht moshës edhe përvojës, mirë po natyrisht që duhet me pas kujdes pavarësisht përsëri moshës dhe përvojës. Prandaj, joga është një mjet, faktikisht e kemi thënë disa herë, është një mjet i thjeshtë edhe shumë i fuqishëm në ruajtjen e cilësisë së jetës, e që është posaçërisht e rëndësishme për persona mbi moshën 65 vjeçare. Edhe pas moshës 60 vjeçare kanë tregu studimet se trupi e ruan aftësinë për me u adaptu edhe për me e përdor, me i nxjerr benefitet e lëvizjes së butë për rritjen edhe përmirësimin e funksioneve vitale. Prandaj patjetër mund të praktikojnë, mirë po gjithmonë duhet nis gradualisht, duhet lëvizet ngadalë dhe praktika duhet jetë adaptuar për gjendjen e tyre shëndetësore, emocionale edhe për moshën natyrisht. Po, në rast të praktikimi, do të thotë, a na tregon cilat janë disa prej përfitimeve kryesore që mund t'i kenë? Po, patjetër, ka shumë përfitime, mirë po do të fokusohem në ato mbi të cilat janë bërë mas shumë të studime dhe cilat janë dëshmu shkencërisht se e kanë, se arrihet efekti i tyre përmes praktikimit të jogës, mbi të gjitha ruhet lëvizshmëria e nyjeve, edhe ullet ajo ngurtësia në nyje që ekziston posaçërisht në këtë moshë, edhe kjo mandej lehtëson edhe dhimbjet të cilat i shoqërojnë këto ngurtësime dhe mungesën uljen e lëvizshmërisë së nyjeve. Kjo automatikisht e rrit cilësinë e jetës personave edhe në moshën 60 vjeçare e lëmë të atyre mbi 65 vjeçare. Pastaj benefiti tjetër shumë i rëndësishëm është përmirësimi i balansit edhe koordinimit, e cila gjë që parandalon mandej rrëzimet e ndryshme të cilat ndodhin në këtë moshë, e cilat janë edhe një prej faktorëve kryesor të dëmtimeve të kësaj grup moshe edhe të uljes së cilësisë së jetës. Gjithashtu ndihmon edhe me përmirësimin e gjumit, me qetësinë mendore dhe emocionale, ka edhe forcim të lehtë të muskujve, mirë po llojet e jogës që praktikohen në këtë moshë nuk nxisin një forcim shumë të madh të muskujve, po megjithatë mjaftueshëm sa për të mbështetur funksionet elementare të përditshme. Në fakt, përfitimet të shumta dhe shumë të nevojshme sa i përket kësaj moshe. Rondinella, ndalemi pak edhe të çështja se cilat janë disa prej jogave më të përshtatshme që mundet me i praktiku kjo grup moshë. Po, patjetër, ata të cilët kanë praktiku, ka njerëz në këtë moshë të cilët praktikojnë me dekada, me vite të tëra, natyrisht se vazhdojnë në mënyrën e njëjtë me llojet të cilat gjithmonë i kanë praktiku, mirë po ata të cilët sapo po fillojnë ose që ka një kohë të gjatë që nuk kanë pas ndonjë aktivitet fizik ose dhe jogën, atëherë kryesisht rekomandohen llojet e buta të jogës, pra është gentle yoga, është yoga në karrige dhe ajo me shumë kujdes, mandej yoga restorative, e cila është një lloj i ngadalshëm i butë i jogës, ku trupi mbështetet me mjete të ndryshme ndihmëse, me jastëk, me bloqe, me mjete të tjera. Pra, kryesisht duhet të jenë lloje të buta, lëvizje të ngadalta, duhet pasur parasysh që gjithmonë lëvizet të ngadalë dhe këtë e them për çdo moshë e posaçërisht për moshat mbi 65 vjeç. Do thotë i përmende disa prej gjërave që duhet t'i kenë parasysh, a na tregon edhe pak më shumë se cilat janë disa prej masave ose kujdeset që duhet merren parasysh para se këta persona të fillojnë të praktikojnë yoga? Po, patjetër, faktikisht janë disa masa të cilat duhet pas parasysh para çdo seance të jogës, para secilës herë kur
ulen në shtroj, duhet të kem parasysh së pari të dëgjojnë trupin, edhe të përshtatin lëvizje në bazë të nevojave dhe mundësive të trupit të tyre. Gjithsesi shmangët çdo lëvizje dhe çdo pozë që shkakton dhimbje. Dhimbja në yoga nuk është e tolerueshme. Pra gjithmonë shkojmë deri në kufirin e saj, por nuk e kalojmë asnjëherë kufirin e dhimbjes. Pastaj natyrisht gjithmonë duhet shikuar tensioni i gjakut, ndonjë marramendje, ndonjë vështirësi, ndonjë dhimbje që shfaqet qoftë edhe brenda asaj dite, në nyje apo në boshtin kurizor. Pra gjitha këto janë gjëra të cilat duhet i kemi parasysh, edhe duhet i kemi parasysh persona mbi moshën 65 vjeçare, jo vetëm para se të fillojnë në përgjithësi praktikimin e jogës, po para se cilës seancë duhet dëgjuar trupi edhe duhet vepruar konform gjendjes së tij momentale gjithmonë. A duhet ndonjëri prej personave mbase edhe të konsultohet me mjekun? Patjetër. Unë bile madje mendoj se jo vetëm persona mbi moshën 65 vjeçare, po pavarësisht moshës edhe përvojës, gjithmonë para fillimit të një aktiviteti fizik, pra edhe për jogën është i nevojshëm konsultimi me mjekun. Mirë po, posaçërisht është i rëndësishëm për personat mbi një moshë të caktuar, madje nuk do të thoja mbi 65 vjeç, po do të thoja mbi 50 vjeç, sepse shumë gjendje shëndetësore arrin me u masku në mënyra të ndryshme edhe nuk japin indikacione, nuk japin simptoma, ndërkohë që qëndrojnë të fjetura e munden me shkaktu probleme të ndryshme, pastaj në qoftë se nxitet aktiviteti fizik, edhe gjithashtu të gjithë ata që kanë smundje kronike, smundje kardiovaskulare, gjendjet pas operative, pra pas ndërhyrjeve kirurgjikale, personat me dëmtime të nyjeve, të shtyllës kurizore, persona me vështirësi emocionale, për shembull të llojit të ankthit ose depresionit, të gjithë këta është e nevojshme që të konsultohen me mjekun e tyre para fillimit të çfarëdo aktiviteti fizik, e thash po gjithashtu edhe të jogës. Përveç me mjekun, a na tregon pak se sa është i rëndësishëm edhe udhëzimi nga një instruktor i kualifikuar për fillestare, do thotë në këtë moshë? Edhe kjo është shumë e rëndësishme, po ashtu faleminderit për pyetjen Fatjona, po një instruktor, sepse një instruktor i kualifikuar nuk e bën vetëm udhëzimin e ushtrimeve, por e bën edhe një vlerësim të gjendjes personit që e ka përpara, edhe i adapton lëvizjet dhe seancat në varëshmëri prej gjendjes së klientit, të jogit ose joginit që e ka përpara. Madje në vendet e zhvilluara tani më është edhe zhvillohet, është krijuar një disiplinë, yoga terapi quhet, e cila përdoret si metodë komplementare, plotësuese edhe në ambiente klinike, hospitalore, pra, ku i ofrohet ndihmë, shtesë atyre të cilët kanë probleme të ndryshme për tejkalimin e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që një instruktor, një mësues joge vazhdimisht të edukohet, domethënë të merr edukim të vazhdueshëm profesional në mënyrë që të jetë në rrjedhë edhe me zhvillimet e fundit, me zbulimet e fundit edhe të shkencës së mjekësisë, po edhe në përgjithësi të funksionimit të trupit edhe të mendjes. Rondinella, a na tregon pak edhe në lidhje me atë se sa po praktikohet në fakt nga kjo moshë dhe çdo herë më shumë mendoj se është duke u përhap edhe duke u kuptu ma shumë mbi benefitet e praktikimit të jogës. Ka e di që në Prishtinë, ka mësues të cilët merren ekskluzivisht me grupe të moshuarve dhe jam shumë e lumtur për këtë. Njoh edhe unë persona të cilët i ndjekin me vite këto grupe. Unë personalisht nuk e kam një grup të caktuar të moshuarve, mirë po ka persona mbi moshën 60 vjeçare të cilët i ndjekin klasat e mia, po në kuadër të grupeve ku natyrisht unë edhe ashtu i kam grupet shumë të vogla, maksimalisht deri në 6 vjet. Kjo me qëllim pikrisht për të kushtuar vëmendjen e dur për secilin. Prandaj ky numër i vogël i pjesëmarrësve edhe ma lejon që ta individualizoj praktikën për personat që i kam aty varësisht prej gjendjes së tyre shëndetësore. Mirë po ata që janë të interesuar, e thash munden mu lajmëru të cili do instruktor i jogës, edhe besoj që e gjejnë secili mundet me e gjetë një hapësirë për veten e tyre, po posaçërisht të këta që merren me ekskluzivisht me grupet e të moshuarve. Rondinella,
Isabella, dhe për fund duke qenë si jemi në fund të bisedës, edhe ti po ashtu je një instruktore e kualifikuar, cili është mesazhi që mbasi të shtyjmë këtë moshë, duke qenë se ka shumë benefite, të shtyjmë këtë moshë të merret pak më shumë me jogë. Të kemi parasysh se joga nuk ka të bëjë veç me fleksibilitetin apo me performansën. Në fakt nuk ka fare të bëjë me performansën, por me dëgjimin e vetës, me respektimin e trupit, me njohjen e trupit edhe të vetës tonë në vazhdimsi. Ky edhe është faktikisht kuptimi i jogës, është njohja e vetës përmes vetës për vetën tonë. Kjo është një prej definicioneve të jogës. Prandaj kur do që fillohet, trupi është i aftë që ti marë përfitimet të cilat ofrohen prej jogës dhe asnjëherë nuk është vonë. Është e rëndësishme që të dëgjojmë trupin edhe të punojmë në përputhje me gjendjen tonë aktuale. Unë falenderoj shumë për mesazhet dhe për këshillat. Faleminderit shumë Fatjona, ishte kënaqësi të jem këtu. Kënaqësia imja. Të dashur shikues, tani ne do të kalojmë edhe të një material tjetër, ku do të ndjekim pak më shumë në lidhje me benefitet e kalciumit dhe më pas do të kthehemi po ashtu edhe me bisedën në studio në kuadër të lidhjes vëlla e motër.